Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Gjykata e posaçme ka pezulluar sot nga detyra dhe i ka ndaluar daljen nga vendi zëvendës kryeministres nga Adeu, domethënë zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ndaj saj, SPAK ka shtuar edhe një akuzë të re, sërish shkelje barazisë në tender, por për një tender të unazës të re, loti 4 me sa. Dëgjova, mësova unë. Për këtë çështje, por edhe disa ngjarje të tjera të kronikës, do të flasim në pjesën të kronikës dhe jo vetëm të kronikës, sepse janë në kronikë, por janë bashkë. Është krimi, është politika vijon, post-paku, insedionarje tjera, të cilat do të jenë të ndara në disa çështje të cilat ne do përpiqemi ndërruar të shikus të në pjesën e parë t'ju shpjegojmë ju se çfarë ka ndodhur. Që kemi kuptuar ne, dhe pastaj nëse ne kemi kuptuar vërtet, mendoj që po, do t'ju shpjegojmë dhe ju, ndonjë gjë. Dhe ju, pastaj ju e dini, a ju shpjeguam ajo. Pra, kjo do t'jetë pjesë e parë, nësa në pjesën e dytë unë do t'ju rikthehem po këtyre ngjarjeve, kryesisht me SPAK-un dhe diskutojmë gjithësisht edhe me një panel tjetër se çfarë është duke ndodhur konkretisht. Do t'jetë më së shumti edhe politik, kjo pjesa e dytë, politike e lidhur, dhe se ju e dini që këtu përveç bukës përditshme, pas bukës përditshme, po ndonjëherë edhe në vend të bukës, ne ham më shumë politik. Klodiana Lala, gazetare, drejtuese në Shinjestër, në News 24, Klodi, faleminderit shumë. Ferdinand Dervishi, Sokol Bregu, Gjevari Zhabina, gazetar të rëndësishëm televizionit ku ne punojmë. Faleminderit. Pra, thamë që gjykata e posaçme ka pezulluar nga detyra Belinda Ballukun dhe i ka ndaluar daljen jashtë vendit. Zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht? Sa më qartë, siç di ta shpjegosh ti, që popullata ta kuptojë këtë gjë. Atëherë, gjykata e posaçme me kërkesë të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka miratuar me një vendim të firmosur ditën e djeshme dhe që është komunikuar zonjës Balluku ditën e sotme, 2 masa sigurie. Masa e parë është me karakter ndalues, pra i ka ndaluar zonjës Balluku dhe i ka pezulluar nga ushtrimi i funksionit dhe detyrës publike si zëvendës kryeministre dhe ministre i infrastrukturës dhe energjisë, duke qenë se masat me karakter ndaluese janë të zbatueshme automatikisht, zonja Balluku që në momentin që agjentët e BKH-s dhe policia e shtetit i kanë komunikuar këtë mas, nuk mundet kurse si në asnjë rrethant të ushtrojë 2 detyrat publike, por kjo mas nuk merret për pozicionin e saj ose për faktin që ajo është deputete në Kuvendin e Shqipërisë, sepse ligji e ndalon SPAK të ndërhyjë kur ka të bëjë me zgjedhjen, përveç se në rastet kur ka krime të rënda dhe merret autorizim në kuvend. Masa e dytë është me karakter shtrëngues, që është ndalimi për të dalë nga territori i vendit. Pra zonja Balluku nuk mund të lëvizë për asnjë arsye jashtë territorit të vendit, përveç se në raste ekstreme kur SPAK mbi bazën e një kërkese të saj për arsye shëndetësore ose thellësisht familjare, mund të jap autorizim për të lëvizur jashtë vendit, sikurse ka qenë një rast i zotit Berisha dhe më pas një rast tjetër i zonjës Monika Kryemadhi. Nga hetimet më shumë se 1 vjeçare të prokurorisë posaçme, rezulton që zonja Balluku ka 2 akuza. Ne dim që 3 javë më parë asaj u komunikua zyrtarisht dhe u more pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim, që ka të bëjë pikërisht me tenderin 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Për ta sqaruar shumë qartë dhe shumë thjesht, SPAK ka dyshime se zonja Balluku në bashkëpunim me vartës së saj që kanë patur detyrën e antarëve të Komisionit të vlerësimit të ofertave dhe kryetarit të komisionit, ka paracaktuar fituesin e tenderit për tunelin e Llogaras. Problemi është që fillimisht tenderi u zhvillua dhe u fitua nga kompania Gjoka. Ky tender sipas SPAK dhe nga komunikimet që janë zbuluar me zonjën Balluku dhe zotit Evis Berberi, një prej njerëzve shumë pranë zonjës Balluku për shkak të pozicionit si kreu autoritetit rrugor shqiptar, ky tender është anulluar dhe më pas është fituar nga një bashkim operatorësh ekonomik turk, Indekara SL, që janë dy kompanit turke të bashkuar në një të vetme dhe kanë fituar këtë tender, por vlera e tenderit është rritur në mënyrë fiktive afër 50 milion euro dhe mendoj që mund të ketë edhe kosto të tjera shtesë. Çfarë ka ndodhur në rastin konkret është që në fakt punimet për tunelin e Llogaras nuk i kanë... Për saktësi më shkruan një jurist që ky tender nuk u fitua kur nga Gjoka.
juristi tuaj është të lutem, është anulluar dhe sepse është në dokumentin zyrtar të SPAK-ut. Dhe nëse juristi nuk e ka të qartë, ka datat, ja, do ta hap me data konkrete për ta sqaruar. Vazhdojmë. Dhe më pas, kompania Gjoka Konstruksion ka kryer në cilësinë në kontraktores të gjitha punimet për tunelin e Cilësinë në Llogaras. kontraktores është tjetër. Po pra, Dhe firma për kur s'ka hedhur firmë thot për si fitus. Po pra, sepse në kontraktor mund të jesh te kurdo. Nëse ikim ka këtu, ikim. Lutem, juristi sqaroja, pra tenderi nuk u finalizua me lidhjen e kontratës. U zhvillua gara dhe nuk u finalizuar me lidhjen e kontratës. Vazhdojmë. Dhe kalojmë pas te kompanitë turke që u bë dhe kontrata me autoritetin kontraktor. Jemi okay, vazhdojmë. Që zonja Balluku ka ndikuar në të gjitha etapat e zhvillimit të tenderit, që nga përgatitja e dokumentave deri në fazën finale të nënshkrimit të kontratës. Si autoriteti kontraktor. Pra, zonja Balluku nuk ka qenë pjesë e Komisionit Vlerësimit të Ofertave për ta ndarë. Aty ka qenë Evis Berberi, Gentian Gjyli, Eral Delezi dhe dy zonja që kanë pas rolin e specialistes së nivelit të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe zonja Balluku më pas është në autoritetin kontraktor. Po gjitha komunikime që ka me Evis Berberin si ish kryetari Komisionit Vlerësimit të Ofertave kanë paracaktuar, thot SPAK, po kjo duhet ta provojë gjykata, pra ne e prezumojmë pafajshme zonjën Balluku përderisa nuk ka një vendim formës prerë, dhe patjetër ne duhet ja respektojmë në këtë pjesë prezumimin e pafajësisë, por dyshimet e SPAK janë këto që nga komunikimet me Evis Berberin, pas këqyrjes së njërit prej celularëve të tij, janë zbuluar komunikimet mes tyre. E them këtë para disa ditësh, domethënë ne e kishim në fokus një emision para disa ditësh këtë moment që tha. Po, qartë. Momenti i dytë do të pyes pak më vonë. Loti 4, po. Loti 4 i unazës së madhe, edhe në rastin konkret, si pas hetimeve të prokurorisë, ka dyshime të arsyeshme, sepse për këtë pjesë zonja Balluku nuk është e pandehur, është vetëm person nën hetim. Pra ka një akuzë që pritet i komunikohet zyrtarisht gjatë seancës marrjes në pyetje në gjykatën e posaçme, akuzohet po prap për shkelje të barazisë në tendera kryer në bashkëpunim, është fituar nga bashkimi i 3 kompanive, të cilat kanë marrë këtë tender në vlerë 20 milion euro. Edhe në këtë rast, prokuroria ka dyshime të arsyeshme që zonja Balluku kanë ndërhyrë dhe kanë ndikuar dhe janë përshtatur kriteret në mënyrë të tillë që tenderi fitohet nga bashkimi. Loti 4 ku i bie si hapësirë? Nuk di ta them, nëse kapemi gjithë pjesën, nuk di ta them me siguri, sepse është ndarë në disa lote, por kam shtypjen është pjesa fundore. Pjesa lindore. Dhe ideja është që aty janë... Pendimore këte ka patur një kret tjetër, më përpara. Nga Sogujzi, aty ajo shmaron të Sogujzi. Po. Kështu që janë disa lote. Edhe në këtë rast, hetuesit kanë dyshimet arsyeshme dhe prokuror që zonja Balluku ka ndikuar për të paracaktuar tenderin në gjitha fazat dhe etapat e tij. Pra, sot ka shtuar, thoni ju, një akuzë tjetër, që është akuzë ekuivalente e njëjtë me këtë. Po, por në raport me herën e parë, ku zonja Balluku kishte vetëm një akuzë, ligji thotë që nëse është rezitiviste, pra rezulton përsëritse dhe se përdora termin ligjor, nëse rezulton që e ka kryer ose dyshohet se e ka kryer të njëjtën vepër penale, normalisht pozita e saj në raport me drejtsinë është më e rënduar. Pastaj janë edhe 2 vartës të zonjës Balluku, kreu e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, që akuzohet edhe ai për shkelje të barazisë në tendra, është në arrest shtëpie, është komunikuar dhe është zbatuar kjo mas sigurie, dhe Eral Delezi, administratori aktual i korporatës elektroenergjitike shqiptare, që këta të dy akuzohen bashkë me zonjën Balluku për tenderin që lidhet me tunelin e Llogaras. Ndërkohë që për tenderin tjetër drita këta? Jo, nuk ka lidhje. Ato kanë qenë në pozicione krejtësisht të tjera në raport me ato që kanë sot. Kanë qenë antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, gjatë kohës që është përgatitur dhe përpiluar gjithë praktika dhe është zhvilluar gara e më pas është shpallur fituesi. Lara, unë do të zgjeroj në pjesën e dytë të pyetje që po të bëj tani, po ta bëj dhe ty nga që ti ke dhe, përveç që ndjek këtë problematik të ky institucion, ke dhe je dhe juriste. Unë do të zgjeroj pjesën e dytë, por çfarë ndodh tani? Mund të apeloj se dëgjova që a do të mund të, unë pyetjen e kisha përgatitur, a mund të apeloj Balluku tani, por më thanë që ajo do të apeloj. Ju mendoni që mund të ndodhë kjo? Atëherë, zonja Balluku sipas ligjit duhet paraqitet përpara gjykatës brenda afatit 3 ditor në atë që njihet si seanca e marrjes në pyetje. Ky është veprimi i parë që ndodh e posaçme, e cila ka caktuar masën në mungesë të zonjës Balluku. Unë e kam nxjerrë pra është e detyruar që brenda 3 ditësh të shkojë. Njihet me masën dhe të bëjë mbrojtjen e vet, se ka bërë mbrojtjen. Atëherë, zoti ka bërë mbrojtjen e vet. Deklaratë publike sot, nuk është thirrur nga gjykata, do të thirret pas 3 ditë. Vendimi në mungesë. Vendimi është marrë në mungesë.
Dhe gjykata cakton një seancë që quhet seanca e marrjes në pyetje, që zonja Balluku është e detyruar sipas ligjit të e shoqëruar me avokat dhe të mbajë qëndrimin e parë zyrtar në lidhje me këtë masë sigurie. Atëherë, në lidhje me pyetjen tuaj se ka një diskutim shumë të madh dhe unë hyra ligjit dhe bëra një arsyetim shumë të detajuar. Atëherë, Kodi i Procedurës Penale parashikon disa masa, që janë që nga arrestim në burg, arrest shtëpie, detyrim paraqitje, ndalim për të dalë jashtë vendit e tjera me radhë. Në rastet kur masat janë ekstreme, pra janë masat karakteristik Po arrest me burg të ndoshta kanë realizuar, kanë mbushur si plan, se jo, pra jo. Po do të parlamentit. Po e kanë bërë Ka dy momente. Nuk kanë lënë njeri pa arrestuar. Tani ka dy momente nëse më lejon ta sqaroj se unë nuk dua të bëj kakofoni. Atëherë, akuza e zonjës Balluku është një akuzë e tillë që shkon maksimumi deri në 7 vjet. E para, që është një lehtësi në raport me ligj. Momenti i dytë 5 deri në 7. 5 mund të jetë maksimumi. 1 deri në 5. Po ka dy akuza të tilla, kështu që në bashkim të dënimeve shkon më lart. Megjithatë, vepra si individuale. Derisa ata ja kanë nxjerrë një çështje, nuk do t'i gjykojnë veç e veç. Do t'i gjykojnë se cilin episod. Nëse kjo nuk ka ndodhur dhe vijojmë. Vazhdo. Atëherë, për masat e sigurisë, arrest në burg, arrest në shtëpi, duhet që prokuroria, kontroll personal dhe kontroll banese, do duhet që të marrë autorizim në kuvend. Ndërkohë masat që janë caktuar ndaj zonjës Balluku, gjykata kushtetuese ka sqaruar nuk ka nevojë të shkojë në kuvend. Çfarë duhet thuat? Ka një diskutim shumë të madh. A mundet dot që zonja Balluku të pezullohet nga një funksion të cilin e ka emëruar kryeministri dhe më pas dekretuar presidenti i Republikës? Në 240 thot, janë vetëm 2 masa ndaluese të rregulluara nga Kodi i Procedurës Penale, pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik që ka ndodhur në rastin konkret dhe ndalimi i përkohshëm i ushtrimit veprimtarive të caktuara. Në rastin konkret, po. Ndërsa neni që do ta diskutojmë në pjesën e dytë. Po pra po, neni 222, duro pra aty do dalë. Neni 222 Kodit Procedurës Penale parashikon që me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandehurit, plotësisht ose pjesërisht veprimtarinë që lidhet. Dhe në rastin konkret, kjo mas thot nuk zbatohet në rastet kur personat janë të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra, për pozicionin e deputetes së kuvendit, zonja Balluku po mund ta ushtrojë këtë. Është interpretueshme. Jo, nuk është interpretueshme. Jo, unë kam thënë avokatë të tjerë dhe ata. Dakord. Për shembull, Manjani thoshte në një nga shënimet e tij sot, bile unë për shkak se thoshte këtë gjë, e ftova po ishte në një televizion tjetër dhe thoshte që ky është një grushteti. Dakor, pra, ne jemi juristë dhe një përpjekje për grushteti. Jo. Na lejon të kemi shënime të ndryshme. Kjo është politike, pastaj. Dhe politike pastaj. Tani në rastin e zonjës Por thoshte është një grushteti. Unë bëra një arsyetim të detajuar, gjykata ka pezulluar ushtrimin e funksionit të ministres dhe të zëvendës kryeministres, sepse këto funksione nuk janë të marra me zgjedhje, por janë me vendim të kuvendit dhe me dekretim presidentit, çka ligji në rastin konkret i konsideron të pezullueshme në këndvështrimin tim. Ky është mendimi im si juriste, meqense bëra një analizim të gjithë. Të kalojmë te 3 kolegët e tjerë, të thonë dhe ata. Çfarë mendojnë për këtë çështje? Një mas shtrënguese e tillë ndodh për herë të parë në vend, nuk ka ndodhur më përpara që një zëvendës kryeministre qoftë edhe një ministre të pezullohet nga detyra, ndodh për herë të parë. Dhe ne duhet të presim edhe një vendim jo vetëm të gjykatës shkallës parë të GKK-s, ku ajo do njihet me këtë vendim dhe avokati i saj do të ketë pretendimet, apeli i GKK-s normalisht, por edhe gjykatën kushtetuese. Ajo që u ngrit në fillim, por nuk u mbështet, duke menduar se zoti Berisha ishte në fundin e tij politik, është pikërisht kjo pashaporta, cilët ai u drejtua gjykatës kushtetuese për ndalimin e pasaportës. A është lëvizja liria apo jo? Dhe ky ishte thelbi, domethënë ky është dhe thelb demokratik. E kanë ngritur një kolegë tënd, unë kam bërë, do t'ja bëj pyetje kur të kolegët që vetë pjesën e dytë drejt për këtë. Dhe kur zoti Berisha shkoi në kushtetuese, kjo çështje e pasaportës nuk u gjykua në thelb për një arsye, duke qenë se ai ishte në arrest shtëpie, gjykata kushtetuese dha vendimin e rrëzimit të ndalimit të pasaportës së tij për shkak se në atë kohë ishte e pavlefshme si një mas shtrënguese, duke qenë se ai ishte në arrest shtëpie. Duke qenë në arrest shtëpie ai nuk mund të udhtonte, kështu që duhet të binte ajo si një mas shtrënguese pasaporta, por nuk u shpreh në thelb. Zoti Berisha atëherë bërtiti që kjo ishte një antikushtetuese si veprim, që duhet kalonte në parlament. Mirë po,
duhet të dëgjojmë dhe njerë në rastin se te zoti Berisha, a i ishte në arrest shtëpie dhe i ra pasaporta duke qenë se ishte pa nevojshme. Duke qenë se jenë arrest shtëpie, do të thotë në blokimi pasaportës, ti nuk del dot nga shtëpia, ç'net kesh tani në një logjik të re do e presim gjykatën kushtetuese. Po, sigurisht. Në logjik lëvizja është kolegu Bushati ka ngritur këtë problem të ti, dhe unë do ta pyes atë. Lëvizja është liria më e madhe, lëvizja në thelbin e saj është lëvizja më e madhe e njeriut, domethënë demokracia atë. Tani vim tek masa shtrënguese e dytë, e cila është pezullim nga detyra. Është masë ndaluese. Ndaluese. Se ndryshojnë masat nga njëra tjetra. Ndaluese. Kjo është ndaluese, po. Po ndaluese nga pezulluese çdo më thënë? Sepse ka të bëjë me mënyrën se si interpreton gjykata kushtetuese. Për masa ndaluese nuk ka fare nevojë SPAK të shkojë të kërkojë autorizim në kuvend, ose për masa me karakter shtrëngues që janë më të lehta se arrestin në shtëpi, siç është ndalimi për dalje jashtë vendi, pra ka disa kritere kodi procedurës penale dhe ndaj unë ju citova 2 nene të procedurës që diferencojnë me një fije shumë të hollë masat. Unë nga që kam gjuhë, kam studiuar për gjuhë, unë nuk e kuptojnë këtë, po për kodin penal që ka ndryshe. Nese, ne duhet presim gjykatën kushtetuese sepse po ligji është i verbër për kupton. Përderisa nuk u shpreh herën e parë, duke qenë se zoti Berisha ishte në një masë tjetër, tani vim tek masa e dytë, e cila sërish do një veprim një gjykim të kushtetueses. Drejt. Sepse kështu në këtë lloj logjike ti mund të kesh në hetim gjysmën e qeverisë dhe ti kërkon gjysmën e ndalimit, pra praktikisht gjyqësori del mbi ekzekutivin. Duke shtuar dhe momentin tjetër që për politikanët tani Elion Veliaj në burg, Ilir Meta në burg. Ligji dhe ai 242-shi. Shiko, edhe 242-shi flitet, domethënë për punojësit publik. Kjo është politike. Pa dashur të ndërtuar. Nuk dua unë, ta përfundoj dhe 2 fjali kam. Nuk dua të them se nuk jam jurist, unë jam gazetar siç e shoh. Po përderisa nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, kjo do një interpretim. Dua një interpretim kushtetues, jo nga avokatë të ndryshëm të cilët për arsye politike të tjera, por një përgjigje kushtetuese duhet ta marrë në këtë lojë. Dhe mbi të gjitha duhet presim pavarësisht me pezullimin e zonjës Balluku, ne duhet presim të dyja shkallët e gjyqësorit për të marrë dhe për të pritur një vendim të qeverisë. Vërtet nuk thuhet, do presumohet e pafaqshme, gjyqi do vazhdoj për shumë kohë, gjyqi nuk... Por, logjika është që duhet presim për largimin e saj ose nga detyra se shoh. Gjyqi do vazhdoj sa duash. Gjyqi do vazhdoj, gjyqet tilla zgjasin pafund. Si do zin, vendimi i gjykatës është i ekzekutueshëm, si do e bësh? Jo, do presim vendimi, do më thënë, a i vendim ka një apel, ka dhe një kushtetuese. Të flasin, Lala 2 fjalë dhe të flasin. Se kushtetuesja na jep një përgjigje të shpejtë, sepse këto është me interes të madh publik dhe jepet me njerë. Kushtetuesja do ta vonoj 30 ditë, çfarë do të thotë që do shkojnë Ta presim, po tha kushtetuesja është në Po ke një vendim gjykate që është e pezulluar, si do e bësh? Atëherë zoti Rakipi. Po kohë është ajo, mund ta presim. Lala Sampar. 2 janë argumentat thelbësor që ka përdorur gjykata e posaçme për të pezulluar zonjën Balluku dhe për ta ndaluar të dalë. 2 argumenta. 1, duke qëndruar në detyrën e zëvendës kryeministrit. Mund të prish provat, siç e bën për Velin. Dhe energjetikës, mund të prish provat për shkak të pushtetit politik, influencës mediatike. Pa mund të ryk. Ta mbaroj fjalinë që të mos të bëjmë kakofoni. Për shkak të pushtetit financiar, politik dhe mediatik, ekziston rreziku të prish provat dhe të intimidojë dëshmitar, dhe momenti 2 që ka të bëjë me ndalimin jashtë vendit, prokurorët kanë dyshime sepse ka patur gjatë kësaj periudhe përgjime dhe vëzhgime të zonjës Balluku dhe të personave të bashkëtitur me të, që mund t'i shmange drejtësisë. A mund të ndodhë tha, apo jo, nuk jam unë në gjendje ta gjykoj, këtë duhet ta gjykoj një gjykatë më e lartë dhe ne duhet ta dëgjojmë zonjën Balluku. Por këto janë 2 argumenta thelbësor që ka përdorur gjyqtari në arsyetimin e caktimit të masës së sigurisë, pra në vendimin që ka caktuar. Edhe prokuroria Klot, paktën nga ajo që dim ne publikisht tani. Edhe prokuroria në këtë rast nuk është edhe aq, po them, fair, sepse janë të 2 çështje të cilat në projekte të cilat të 2 kanë përfunduar. Projekti i Llogaras ka përfunduar. Loti 4 kanë përfunduar. Edhe loti 4 ka përfunduar. Unë nuk e di çfarë provash mund të prishi Belinda Balluku. Nga kemi në garanci që për tentat që janë sekuestruar. Ta mbaroj logjikën edhe domethënë çfarë provash mund të prishin në 2 rastet konkrete. Nëse SPAK-u pastaj ka çështje
ka çështje hetimore të tjera për zonën Balluku, kjo është tjetër diskutim, nga që ajo mund të prish provat për çështje të tjera të cilat është në hetim. Po për këto dy ne nuk i dim. Po SPAK-u në këtë rast duhet na e thotë që a ka në hetim zonën Balluku për çështje të Po, tjera, dhe SPAK nëse qartë në njoftimin e sotëm që ne kemi persona të tjerë nën hetim dhe po ashtu kemi kryer gjatë kësaj periudhe hetime proaktive, po e ke në fund të njoftimit po ta lexosh në njërin episod e ke përfunduar hetimin, e ke çuar dosjen në gjykat. Pret që çojë dosjen në gjykat, sa në rast në pozicion para 10 vjetësh, 12 vjetësh, 13 vjetësh. Do të jemi me këtë problematika edhe kur kemi më shumë. Edhe sigurisht që zonja Balluku, po them, është e treta numri 2 i mazhorancës që goditet nga prokuroria e posaçme. Po them, Arben Ametaj ishte vendos kryeministri është goditur, Erion Velia, i cili ishte numri 2 i Partisë Socialiste u goditë, dhe Belinda Balluku që konsiderohet numri 2. Dhe të tjerë që po vojnë dënimin edhe janë edhe sigurisht që në përburgje. Që në një farë mënyrë SPAK-u po duam ne po bën politik me hetimet e tij ose po jep të efekt politik në hetimet që ndjek. Shiko, unë kam në gjë Klodja sqaroi shumë mirë, vetëm një detaj, pasi do thënë, që për të parën është akuzuar për llogaran, e akuzuar për kryerjen e veprës penale sipas njoftimit të SPAK-ut, për të dytën është dyshuar. Pra, kemi një akuzë dhe një dyshim. Një akuzë dhe një dyshim, dy dosje, në dy, në të nënë, për llogaran është e akuzuar edhe për dyshimet pezullohen nga puna. Sipas Nisi do të them 52, më dyshuar interesante. Nëse. Ky është një detaj që duhet marrë parasysh. Tani, nëse do më merrni një mendim, se tani unë nuk kam çfarë them më, se i tha detajet i thanë. Ajo që bëjmë analizë. Mendimi është që unë nuk besoj se e gjithë kjo gjë mendimi nuk ndalohet. Nuk besoj se e gjithë kjo gjë që po ndodh ka target Belindën. Unë besoj se e gjithë kjo gjë që po ndodh ka target Edi Ramën. Edi Ramën. Po. Pse? Nuk ka marrë asnjë urim e Shtetet e Bashkuara. Ka që fuqi që SPAK-u ka të ndaluar. SPAK-u ka FBI-n brenda. SPAK-u ka FBI-n brenda. Nëse vret një njeri. Mirë, nëse vret një njeri në këto çështje ka të ndaluar. Ta konkludoj. Pra, unë besoj që e kanë me Edi Ramën. Nuk ka marrë asnjë urim për fitore në zgjedhje. Ka dërguar presidentit në OKB. Nuk shkoj vetë. Vjen ai që e quajtëm ne Escobari i Trump dhe nuk e takon. Vjen ministri i jashtëm gjerman, nuk e takon. Po, tani shikojmë një çik çfarë ndodh me Belinda Balluku. S'është çudi që Belinda Balluku t'i thënë Ramës që nuk do, pra, nga amerikanët ndërhyjnë. Zakonisht kur bëhen kabinetet qeveritare, ata janë shumë të fortë për të ndërhyrë te ministri i jashtëm, te ministri i mbrojtjes, po unë besoj se kanë ndërhyrë dhe për Ballukun përmbase për ngarkesat apo çfarë mund të ketë pas ajo. Dhe ai e bëri, pra, është përfolur që është ndërhyrë që ajo të mos ishte në ato poste, po aq fuqishme. Dhe ai e bëri. Pas kësaj merret e pandehur, pra vjen një goditje shumë e fortë për llogaran. Ajo nuk jep dorëheqjen, pra unë lexoj e curinë e gjërave. Nuk jep dorëheqjen, nuk lëviz, nuk reagon, vazhdon të dalë në publik sikur s'ka ndodhur gjë të tjera. Dhe vjen pastaj publikimi i dosjes, që s'ishte asesaja, ishte e një personazhi tjetër. Filloi pra media, mori ushqim, filloi të kapte ato detajet që e godisnin e tjera. Sërish nuk ndodhi asgjë. Pra po vazhdoi logjikën e gjës. Nuk ndodhi asgjë. Sërish. Dhe nuk jep dorëheqjen, nuk e di ai kërkohet apo si kërkohet e tjera, dhe pastaj vjen goditja numër 3, që është gjykata e largon, e shkarkon. Dhe në të njëjtin moment që vjen kjo goditja e drejtë, vjen dhe një dosje e dytë, në të cilën akuza është e dyshuar. Pra unë këtë logjik po ndjek. Unë nuk besoj se e kanë me Belindën më shumë se sa me Edi Ramën. Por Belinda mund të jetë ai vendi ku ata mund të godasin më lehtë dhe mund të rrëzojnë Edi Ramën më lehtë. Ky është logjika ime. Doja të shtoja, domethënë, ajo që kemi ne, ajo që është një shqetësim është apo ndiqet i njëjti standard me të gjithë? Sepse kjo ndodh për herë të parë në Shqipëri. Jo vetëm kaq, po. Kjo është. A është i njëjti standard nuk është, por ndodh për herë të parë. Sipas gjithë gjasat thonë që kjo do të shkojnë në gjykatën, kjo problem do të shkojnë në gjykatën. Po absolutisht do shkojnë kushtetuese. Më shkruan avokat Kujtim Sakra, për shembull, dhe thotë që
kjo është si e shikojnë, unë ju thash për shembull si e shek këtë, që është një avokat i njohur, Manjani, që thoshte do i shkon politikisht pse të shkon quhet siguri shteti. Ndryshe mendon për shembull ky Çakrani, thotë emërimi dhe shkarkimi i ministrit është akt politik administrativ i kryeministrit dhe i kuvendit. Masa e sigurimit është mjet penal i përkohshëm dhe synon vetëm interesin procedural të hetimeve. Po tjetë kështu, avokatën e folëm që në 2 rastet kanë mbaruar edhe loti 4, edhe tuneli ka mbaruar. Po kap. Dhe kjo tani ndryrja e gjykatës është pak e dyshim, një sekond. Jo, nuk ka mbaruar, sepse prova në kuptim të ligjit merret në gjykatë, zoti Rakipi. Po ashtu i bie që Prova në kuptim të ligjit. Ilir Metën që mbron Çakrani, për shembull po e mbajnë në burg, ç'prova prish ai e gjitha, dhe se ka mbaruar. Diçka jo ka mbaruar, kjo ka mbaruar. Zoti Çakrani po na ndjek, arsyetimi i gjykatës në rastin e zotit Meta është që ekziston rreziku një nga argumentet të intimidohen dëshmitarët, sepse që të marrin provë ose provueshmëri rrëfimet e tyre, duhet të jepen përpara gjykatës. Rreziku për Veliajn, rreziku për këtë, rreziku për Sali Berishin, rreziku për Sali Berishin, rreziku për Ilir Metën. Nuk thot njeri i liroj nga akuzat. Në mënyrën e standardeve. Donald Trumpi për shembull do ishte kalbur në burg. Deri tani çdo ministër i akuzuar ka dhënë vetë dorëheqjen për të, në këtë rast, zonja Balluku do të luftojë dhe pretendon që është e pafajshme. Ti e largon nga detyra, domethënë, nuk e largon ekzekutivi që i takon, e largon gjyqësori në këtë lloj forme. Pra parë ftohtë, si e shikoj unë, sepse ne kemi qëndrime të ndryshme edhe për shkak të formimit, sepse unë kam bërë formim juridik. Në njërin nga rastet që ne do të shkojmë në këtë pjesë, kjo do në njërin nga rastet, formimi ligji dhe drejtimi para burgimi në këtë rast, në njërin nga rastet që më do të shell, nga 3 gjërat që ne do të diskutojmë, 4 gjërat që ne do të diskutojmë sot, kalojmë, ikim nga ky moment dhe vim te 21 janari SPAK thellon hetimet, se do rikthehemi, pasi të mbarojmë këto 3 pika tjera, në pjesën e dytë ne do rikthehemi për ta parë dhe politikisht si problem, po dhe juridikisht nëpërmjet ndihmës së një avokati që unë kam thirrur. Por ndërkohë, për shembull të marrësh vetëm rastin Bistri që ne do zbresim, ai tani ka bërë e mbaroi dënimin dhe ka bërë 1.2 vjet më i ra akuza, një akuzë, dhe ka bërë 1.2 vjet më shumë. Dhe ky është një rast që demonstron nevojën për të rishikuar ligjin për paraburgimin. SPAK-u ka drejtë që i arreston sepse ka ligjin. Po ndoshta duhet parë dhe ligji për paraburgimin se kështu mund t'i burgos gjithë. Ju thash që Donald Trumpi për shembull mund të ishte kalbur burgjeve po të arrestonin në Amerikë. Megjithatë ky është një problem i diskutueshëm dhe duket që rasti dhe do shkojë te gjykata kushtetuese. 21 janari SPAK thellon hetimet. Zonja Lala në kuvend ka shkuar një kërkesë nga SPAK, madje u dyshua se mos ishte më shumë se kaq. Unë pyeta dhe autoritetet të rëndësishme, në brenda afër kuvendet të gjithë dhe thanë, ngatruam ne, menduam se ka një kërkesë për heqje imuniteti, por është kërkesë për dokumentacion sekret, që duhet të rejë SPAK-u për ngjarjet e 21 janarit. Ç'keni mësuar për këtë? Ç'është ky dokumentacion sekret? Që i kërkon për 21 janarin dhe kush i ruan këto sekrete? Ka sekrete shumë të mëdha që mbahen për të thënë, por prokuroria e posaçme ka kërkuar disa dokumenta të cilat ruhen në arkivin e Parlamentit, pra Kuvendit të Shqipërisë, që janë të klasifikuara sekret dhe mbrohen nga ligji për sekretin shtetëror. Ato pak detaje që mund të them lidhen me dokumenta që kanë ardhur në kuvend nga institucionet ligjzbatuese, siç janë shërbimet informative të ushtrisë apo shërbimi informativ, por edhe institucionet të tjera ligjzbatuese, për vëzhgime apo për ngjitje parandaluese dhe të dhëna të tjera që lidhen me zhvillimet e fundit para, gjatë dhe pas protestës së 21 janarit. Por duke qenë se shkresa e SPAK është e sigluar tepër sekret, Kuvendi është i detyruar që këtë shkresë ta kthejë po me logon tepër sekret dhe me sekretimin tepër sekret, sepse domethënë deklasifikimi i këtyre dokumentave është shumë i rëndësishëm dhe prek sigurinë kombëtare. Por hetuesit dhe prokurori i çështjes kanë vlerësuar se janë shumë të rëndësishme sa i përket e curisë së gjithë procesit, sepse gjithë ideja është të kuptohet si është organizuar kjo protest, a kishin orientime qytetari, çfarë ka rezultuar në atë kohë nga vëzhgimet dhe gjitha të dhënat e institucioneve ligjzbatuese, a kishin orientime për akte dhune, dhe më pas çfarë ndodhi brenda godinës së kryeministrisë që u qellua nga Garda e Republikës në drejtim protestuesve dhe u vran 4 qytetarë. Jemi okay, por SPAK ka të drejtë e detyron do të Kuvendin që t'ia jap këto dokumente sekrete?
Tani, ndoshta nuk e detyron, por për shkak të hetimit penal, prevalon hetimi penal kur bëhet fjalë për akuzat e vrasjes dhe në rastin konkret, sipas përcaktimit të dhënë nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut, është konsideruar thënë thjesht, sepse aty arsyetimi është shumë juridik, vrasje shtetërore, çka do thotë prek nivele të larta nëse do të arrijnë të provohen akuzat, sepse këtë do ta përcaktoj hetimi. Kështu që në këtë aspekt ndoshta nuk e detyron, por gjithsesi SPAK i ka kërkuar më pas betejë mes institucioneve. Duhet parë se si do të vijoj, se mund t'i kërkoj, po ndërkohë mund të mos ketë, ato dokumenta mund të mos gjenden, mund të jenë dokumenta që ku vendi vendos të mos i deklasifikoj, duke pretenduar që cënojnë sigurinë kombëtare në këtë moment, si janë dokumentat klasifikuara për shumë vite. Kështu që kjo është një çështje që unë nuk mund t'jap dot një përgjigje, i takon ku vendi të vendos nëse janë dokumenta që mund t'i vijnë në dispozicion prokurorisë apo jo. Ka patur raste për shembull që për gjyqtar apo prokuror caktuar, pavarësisht raporteve DSIK-s, aspektet caktuara nuk janë deklasifikuar. Kështu që kjo është një çështje e kuvendit, jo çështje e një gazetari. Pastaj se si SPAK do të gjejë mekanizmin për t'i marrë ato që i konsideron prova thelpsore për procesin, mbetet për të parë. Shumë juristë thonë që nuk mund t'i jap kuvendi se prekin sigurinë kombëtare. Shumë të tjerë thonë që prevalon hetimi penal. Pra, kjo është një çështje shumë e diskutueshme. Por kërkesa është zyrtare dhe është e pranuar nga ana e kuvendit që po ka mbritur kjo shkresë dhe është me logon tepër sekret për procedimin penal që lidhet me ngjarjet e dhunshme të 21 janarit. E ç'mund të jenë këto dokumenta? Një ndër raste thash ka dy me korrespondencat mes institucioneve që janë institucionet e shërbimeve informative. Ne kemi shërbim të ushtrisë, kemi shërbim informativ, kemi institucione të tjera, kemi korrespondencë me ndërkombëtarët. Domethënë Dhe shërbimet tuaja thuati. Patjetër. Janë raporte konfidenciale të cilat vendosen në... Si këto servera këto kanë ikë për lehtë. Ja, mund ta shpjegoj. Normalisht shërbimi informativ i ka gjendet e vetë në kryeministri. Se po nuk i pati në kryeministri, nuk ka ku t'i ketë. Ku t'i ketë? Këtu në MCN që do. Kështu që në kryeministri në atë kohë... Sekret e komandon kryeministri. Po leta komandoj... Dhe aty zere s'ka fare. Po leta, jo. E ka detyrim. Ndoshta po, ndoshta jo, po... E kontrollon dhe shtoshtë ylli, e kontrollon. Çdo lloj kryeministri në Shqipëri i ka nën kontroll këto gjëra. Nuk mund të dalë asnjë agent. Nuk do të thotë që shërbimi, po ku i ka agjendet shërbimi mëse? Te ushqimi social? As sekundi. Po s'pati, po jo. Aktualisht si ka jo se nuk është ashtu. Kjo i bie që për shembull shërbimi sekret që fillon që me gazitetin dhe vazhdon me socialistët pastaj. Shërbimi gjithmonë totalisht i kontrolluar nga kryeministri. Shërbimi le të jenë në atje, po shërbimi informativ duhet ketë informator të saj, pothuajse në çdo institucion. Në Danimarkë. Jo, në Shqipëri. Në Shqipëri dhe këtë e di fare mirë. Jo, më dakord. Por i ka, po ç'a punë bëjnë? Po ç'a punë bëjnë pastaj është tjetër gjë në i thot partia. Një raport agenti i caktuar në kryeministri e ka bërë për datën 21 janar. Se që ka shkruar është një tjetër gjë. Dhe nëse mbani mend në atë kohë, kishte edhe një sulm të zotit Berisha ndaj shërbimit informativ që në atë kohë drejtohej nga Berisha Qiri, mos gaboj, që pjesë e puçit shtetëror. Jo, kam pas marrëdhënie të shkëlqyera me shërbimin informativ, në 21 janar çedoi dhe nuk kishte asnjë informacion se çfarë do ndodhte përpara, pra që kishte një përplasje midis të dyja institucioneve. A është prodhuar aty ndonjë dokument i cili jo detyrimisht është një provë, sepse shërbimi informativ mund të përgjojë pa leje, por kjo nuk është provë, se nuk është marrë nga gjykata, nga prokuroria. Shërbimi informativ mund të ketë dëgjuar një dhe ka bërë një raport. Me këtë merret shërbimet sekrete në logjik. Informacionet që mbledhin nuk kanë, jo detyrimisht kanë prova brenda, kanë lëndë informuese në këtë pikë. Dhe me sa di unë, shërbimi informativ ka një lëndë të jashtëzakonshme, sot ka përfunduar në jo vetëm që mund të shesi 5200 informacione pothuajse çdo vit palëve të treta, se pastaj bashkëpunimet që i ka duhet i japi në mënyrë të ndërsjellët. Kështu që mos themi që shërbimi nuk funksionon, brenda shërbimit ka dhe informacione të pafundme të cilat do të jepin se sa duhet të jetë. Por ajo që dhe një fjali... Unë me Klodin për gjatë gjithë kohës për këtë, pas interesovat e të majtët, të këta që kanë pushtetin në parlament, e kupton? Dhe pas të ata më konfirmojnë që s'kishte lidhje me një heqje imuniteti, por kishte lidhje pikërisht me këtë moment. Me këtë, të cilën ne do presim a do t'i japin... Paktën duhet vlerësuar një gjë. Të paktën, për herë të parë,
i drejtohet parlamentit. Kjo është herë e dytë. Për t'i kërkuar dokumenta, se s'ka dokumenta tjera. Jo, kërkesa ndaj parlamentit. Këtë duhet ta kthej në normë. Bashkëpunimin... Gjitha dokumenta sekrete? Jo. Dokumenta ka më gjenë s'pak, po këtu s'ka. Jo, që të mos ngatrojmë, do më thënë, që standardet jenë njësojta, që shteti të vi, nuk është, ky shtet do jetë edhe mas 200 vjetësh, nuk ka lidhje. Dhe gjyqësori, ekzekutivi, edhe pushteti jonë, por dhe legislativi, duhet kemë bashkëpunim. Jo ti janë ashkallon gjitha. Se tani edhe po ta përftosh edhe këtë, edhe duke anashkaluar parlamentin, ke arrestuar pa fund. Po, jemë mirë. Shteti do jetë gjithmonë, këtu ky lloj shteti bëhet kërkuar më. Jo me një shmangje. Ndërtuar ky shtet, që nga Ismail Beu deri sot. Sepse deri më sot, që në ekzistencën e vet SPAK-u i është drejtuar vetëm një herë parlamentit. Qartë. Në rastin e Benametajt. Tani, në asnjë rast me që jemi te këtu, vetëm i anashkalon. Dhe SPAK-u kërkoi dokumenta sekrete tepër sekrete nga parlamenti. Tani, Sali Berisha u paraqit në SPAK për 21 janarin. Është hera e parë që Berisha është pyetur për këtë ngjarje pas i bie 15 vjeç apo jo? 15 vjeç, duhet ishte pyetur realisht. Çfarë keni arritur të mësoni, Klodi e para, sepse unë pash që ti edhe sikur pak me doktorin aty. Se biseduat në raport me Berishën, ku është fokusi i SPAK-ut tani? Se ti që bërin pyetje doktori, si që pati një sarim aty? Pati një pretendim, Zoti Berisha, po do të sqaroj nëse më... Po, pa tjetër. Zoti Berisha është pyetur për herë të parë pas ka gati 15 vjet, tashmë se në 21 janar 2026 bën 15 vjet nga ngjarja e rëndë. Patjetër që është një hap pozitiv në këndvështrimin tim për të paktën për të patur një panoramë të qartë asaj çfarë ka ndodhur me 21 janar dhe uroj që hetimet ta zbardhin këtë pjesë, sepse janë dy vrasje të cilat janë të pazbardura. Zoti Berisha ka dhënë dëshminë e tij si person në dieni dhe SPAK në ato çfarë informacionet që kam siguruar, por edhe në ato çfarë deklaroi Zoti Berisha, ka qenë interesuar në dy momente. Së pari, nëse ka patur një urdhër në drejtim të Gardës së Republikës për të qelluar mbi protestuesit dhe së dyti kishte të bënte me tentativën apo me përpjekjet për të zhdukur të gjitha provat që mund të lidhnin zyrtar të Gardës apo funksionar të lartë publik me vrasjet e 21 janarit, pra 4 protestuesit Faik Myrtaj, Zyver Veizi, Alex Nika dhe Hekuran Deda. Unë e pyeta Zotin Berisha një moment që duke qenë se plumbat vinin nga brenda kryeministrisë, pra nuk kuptoja faktin kur them brenda, nuk kuptoja faktin nga dritarja e Bodrumit dhe në këndvështrimin tim ishin nga kryeministria në drejtim të protestuesve, jo nga një godin tjetër ndaj protestuesve. A ka patur një urdhër dhe është pyetur nga prokurorët nëse ka patur një urdhër të tillë. Dhe debati ishte që Zoti Berisha nuk e pranonte që e konsideronte dritarin e kryeministrisë, pra Bodrumit të kryeministrisë si vendroje e Gardës së Republikës. Megjithatë, plumbat është e konfirmuar zyrtarisht që kanë ardhur nga godina e kryeministrisë në drejtim të protestuesve dhe kjo ishte pyetja që unë i drejtova Zotit Berisha. Megjithatë, ai mohoi të ketë dhënë urdhër dhe tha që nuk ka patur asnjë urdhër për 21 janarin, por Garda e Republikës ka vepruar sipas ligjit që sipas Zotit Berisha është të miratuar nga socialistët. Megjithatë, unë mendoj që aty ka disa momente që mbeten për të sqaruar. E kam pyetur për syrin e nxirr të Ndrea Prendit, nëse e mbani mend një ditë pas protestës, shefi i Gardës Republikës doli në publik me sy të nxirr, çka do thotë kam patur dyshime dhe është thënë atkoh që ka patur një përplasje brenda godinës së kryeministrisë, që duhet sqaruar. Momenti i dytë janë komunikimet në radio, të cilët janë dorëzuar në SPAK dhe janë dërguar sipas informacioneve të fundit në një laborator jashtë vendit për të parë se cilat janë kodet, kush ka komunikuar me kë dhe çfarë urdhri është dhënë në rastin konkret. Momenti tjetër që duhet sqaruar është përse Zoti Berisha dhe Zoti Berisha u përpoq të shmangej nuk zbatoi urdhrat e prokurores përgjithshme për ndalimin e zinxhirit të Gardës Republikës. Prokurorisë Tiranës. Prokurorisë Tiranës, por që në atë kohë dërgoheshin me shkresën për shkak të centralizimit të prokurorisë me shkresën e cikluar nga Ina Rama, dhe Zoti Berisha pretendoi që ka patur një ndërmjetësim të ambasadorit amerikan të kohës, çfarë më bëri përshtypje dhe që normalisht mendoj që është temë për diskutim, është një moment, ndoshta shumë gazetar ose opinioni publik nuk e ka kapur, Zoti Berisha tha, SPAK më drejtoi një pyetje bazuar në një libër të shkruar nga Bamir Topi, president i Republikës në kohën që ka ndodhur ngjarja. Dhe Bamir Topi pretendon që Lulzim Basha ka shkuar në emrin tim dhe i ka
Pra ka shkuar dhe ka biseduar që të ketë ndërhyrje tek institucionet e drejtësisë për lehtësimin e pozitës së zyrtarëve të Gardës së Lulzim Basha nuk ka shkuar, tha. Por, tha zoti Berisha, unë nuk kam patur asnjë arsye të urdhëroj Lulzim Bashën, por nuk e di nëse Lulzim Basha ka shkuar ose jo. Pra në një farë mënyre, zoti Berisha e pasoi për këtë aspekt dhe nëse ka patur një ndërhyrje në atë kohë nga ministri i Brendshëm për të lehtësuar masat e sigurisë apo për të liruar gardistët, është përdorimi i pastër i detyrës dhe në këtë aspekt është pra zoti Berisha u përpoq të shmangej. Po dy janë momentet kryesore. Një, kush e dha urdhrin? Pse u shkatruan provat brenda kryeministrisë? Serveri është i fshirë. Disa nga armët e gardistëve, ju e dini, Ndrea Prendi është e konfirmuar që u manipulua, u hoq gjilpëra e pistoletës dhe u vendos një tjetër. Dhe tjetra është përse nuk u zbatua në atë kohë masat e sigurisë për gardistët dhe u mbajtën brenda godinës së kryeministrisë. Pra këto tre janë momentet. Se më pas akti ekspertimit për predhën e hequr nga trupi Alex Nikës në Turqi, mund të sjellë detajet reja dhe mund të përcaktohet arma. Por këto tre momentet janë që mund të ngarkojnë me përgjegjësi edhe politikën. Dhe unë mendoj që nëse prokuroria do dojë një hetim tërësor, do marrë gjithë të dokumentat sekrete që folëm, dëshminë e zotit Berisha, dëshminë e gjithë gardistëve, dëshminë e Agron Malajt, që është aktualisht deputeti i Partisë Socialiste, por ka qenë shefi i grupit të zjarit. Po ashtu do t'i ballafaqoj. Për çfarë akuze do t'i akuzosh politikanët? Se tani nga veprat penale që është regjistruar procedimi penal, disa prej tyre kanë përshtypjen parashkruan. Procedimi penal kryesorja është vrasje për shkak të veçanta. Nëse ka urdhëruar vrasjen, parashkruan si vepra. Jo, parashkruhet përdorimi dhe krye veprimeve që pengojnë zbardhjen e vërtetës. Po vrasja nuk parashkruhet. Pra nëse provohet që ka patur urdhër për qelluar, nëse ka zë dhe figurë që Sali Berisha ka dhënë një urdhër që dhe zë dhe figurë nuk është urdhër. Dhe zë dhe figurë si kur nuk është urdhër. Gjevahir, unë kam ngritur pikpyetjet e mia në raport me këtë gjë, kam thënë do të jetë shumë e vështirë. Ky ka qenë një hetim në një farë mënyrë që ka qenë i detyruar për I detyruar për spakun po, e them, e kemi thënë disa herë. E kemi thënë disa herë. Unë jam skeptike në herën e parë në këtë emision. Edhe prokuroria e posaçme e ka deleguar këtë çështje te prokuroria e Tiranës, kështu që nuk është se e ka pasur fort qef që ta hetoj këtë çështje. Tani se çfarë kushte tani janë pjekur për të hetuar këtë çështje. Detyrimi i Strasburgut që e detyroi. Ka qenë një farë mënyrë detyruar. Ne kaluar po në emisionin e zotit Rakipi dhe ne ngritëm dhe pikërisht këtë dyshim ngrita unë që thash do të jetë shumë e vështirë për të provuar urdhrin për të vrarë, ndërkohë që mund të zbulohen ekzekutorët, por jo ata të cilët urdhëruan. Pra të njëjtin dyshim e kam edhe vetë, pra mund të zbulohet arma nga e cila është qelluar preda. Jo, po janë dy vrasje të tjera të pasbardhura. Të pasbardhura dhe pa autorsi. Besoj se e para njerë nuk duhet të harrojmë që këtë spakun në lëvizje nuk e vuri as Partia Socialiste, që ishte kaq shumë kohë në pushtet, dhe që e kishte për detyrë dhe e kishin premtuar e tjera, po e kanë vënë familjarët, që arritën të merrnin një vendim nga gjykata e Strasburgut, që detyroi të lëvizte sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Dhe të kalonte, të shkonte te Spaku. Pse te Spaku? Sepse Spaku ka mundësinë teknike, të shohë për shembull më mirë balistikën e armëve, të shohë më mirë servrat, ato që janë fshirë, ka operativitet më të mirë, mund fuqi financiare, bashkëpunim me të huajt e tjera për të parë gjërat si janë mundësisht të bëjnë të penduar e tjera. Pra, për këtë arsye Spaku ka atë avantazhin. Që të provosh tani që ka dhënë urdhër njëri apo tjetri, nuk e di se si do dhe qysh. Dy gjërat janë shumë të rënda, vrasja njerëzve në rrugë, shumë e rëndë. Dhe ajo që rrëzoi shtetin më mbrapa, që përmendi pak Klodi, është që nuk u zbatuan urdhrat e prokurorisë për ndalimin e gardistëve për një kohë gjatë, në një justifikime idiote, që praktikisht ka rënë shteti, sepse s'ka funksionuar shteti. Pa folur pastaj për debilliqe të llojit që shikoje në kamera dhe një doktor që e merrte atë ashklën dhe fuste të një bluzë atje për të justifikuar që është me rikoshete dhe debilliqet të gjitha llojeve për ta mbuluar ngjarjen. Pra për të mbuluar 4 vrasje, që është shumë e rëndë. Unë nuk e di se si do eci, kam dëgjuar që përflitet një version që është shumë interesant, që janë futur njerëz të jashtëm në kryeministri atë ditë. Pra nga jashtë, që s'kan lidhje, që s'janë gardistë, që s'janë policë, pra që janë civil,
Edhe ka ndodhur diçka, po nuk e tregon njeri se si qysh çka ka ndodhur, si këtë nuk e shkon njeri, po përflitet kjo si version, nuk e di. Ai prap që punonte në kryeministri për llogari i ka parë dhe kanë nis. Okej. Atëre shtë reja ka nga 4 reja për hetimet e 21 janarit se që të bëhen këto hetime duhet të dëshmojnë të njerëz apo jo? Që në mënyrë personale mund të isha shumë i Do lumtur. ketë dëshmi të reja. Të reja i kemi dëshminë e Zotit Basha, Zotit Berisha, ndoshta mund kemi dhe dëshminë të organizatorëve, se edhe organizatorët asaj proteste kanë një peshë në gjitha të që ka Po ndodhur. dhe Zoti Rama sepse Jo, Zoti Rama s'ka dhënë dëshmi. Jo, Zoti Rama, dëshmi nuk ka dhënë, po- Jo, ka dhënë dëshmi Zoti Semir Tahiri, sepse ai ka qenë drejtuesi politik i Tiranës aso kohë, ka qenë ai kërkuesi, ai ka qenë kërkuesi, jo, po ai ka qenë kërkuesi i Kërkuesi në mitingit. polici, Tash miting, se i por- bik shumë me procedurë, Kolo, i bi që dirtë Andrea Prendi shkon. nuk Neset mundesë. në Që të ketë hetim tërësor duhet dhe Në dëshmia e mënyrë- Zotit shiko, Rama. Po jo, duhet sepse Po pra, Se ai ka qenë ka përgjegjësi që i çoj atje, domethënë. do më thënë, I çoj. Më të një çoj për të po tjetë për një interes vetë. Çuar atje shkojnë edhe Kam ditë. një Po interes. them, nëse Jo. hetimi duhet të jetë gjithë përfshirë. E kam dhe një interes, shiko, e kam dhe një interes personal se pikërisht në ato 8 sekonda që është qelluar aty, në podiumin që u vra dikush dhe u plagos dikush tjetër, isha unë duke raportuar. Këton punë sekondash kam zbrit nga aty. Ajo ishte podi i një televizioni tjetër në cilën unë masi përfundoj një koleg, isha hipur unë për të më shtyn, por nuk e kam tjerë në njerë si rrezik sepse nuk e kuptoja vërtet që u qëllua në atë moment. Pra, e kam pavarësisht nga britmat politike, duket që hetimet për 21 janarin duken si Sepse formalitet. po të kishte Spaku do të asiste këtë çështje që në fillim. Jo ta linte ta shtynte, jo ta Duket si shtynte. formalitet kjo. Jo, Si këtë një Asnjëherë ndjegjim nuk i dihet Apo s'dihet? strategjisë hetimit, sepse ndodh ndonjëherë që ato çështje që konsiderohen të dim vdekura se mund të dalë një detaj i ri edhe ka një audiopërgjim dhe ai audiopërgjim konfirmohet që është origjinali, pa ndërhyrë dhe është bruto, sigurisht që kjo është një provë shumë e madhe në dorën e për prokurorisë. ekspertizë në një laborator Jo, shumë këto dokumenta sekrete që kërkojnë këta po të kishte do ta kishin nxjerrë. Do ta kishin bërë sekretuar, Po, ta sekretonin dhe e çonin me njerë. Po besoj se ka aty. Sepse, dëgjo, Ato quhen sekrete, po atëherë, pas Zoti Rakipi, interes s'ka pas në interes 15 politika, se po të kishte interes, Zoti Rama ishte personi që organizoi dhe i dërgoi aty protestuesit, Zoti Berisha kryeministrin detyrë u vran, pra ka, po ta kapësh në kuponën e grupi strukturuar, ka shtytës, nxitës, ekzekutor, urdhërues, kështu që parë në këtë këndvështrim, patjetër që politika nuk ka patur interes, por që të ketë një hetim tërësor, të paktën të na thuhet çfarë ka ndodhur në 21 janar, pra të ketë një pasqyrë të plot, është që në këndvështrimin tim duhen pyetur edhe organizatorët. Dhe organizatori pavarësisht se shkresa është bërë nga Semir Tahiri, në fakt është po, ka dhe grushteti, se Berisha thotë kishte grushteti. Grushteti nuk parashkruhet. Zoti Rama erdhi në pushtet me këtë premtim që të ketë një hetim të drejtë të 21 janarit. Dhe shumë prej shqiptarëve e votuan në 2013 në një arsye të madhe për atë që ndodhi në 2011. Atëre ikim nga ky moment. Ishte që do e zbarse këtë çështje. Nderuar kolegë, ikim nga ky moment. Ose në sakt do ndihmonte. Shkojmë në një moment tjetër, ikim nga 21 janari, do të jemi përsëri, nëse ka zhvillime, sigurisht. Lirohet Oltion Bistri dhe kam një pyetje unë, që nuk është shumë retorike, për një arsye që do të shpjegoj tani, a dështoj SPAK. Ish shefi i operacionales, Oltion Bistri, shliruar nga qelia dhe akuzat e ti kanë rënë ndaj ti. Është dënuar vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete. Çfarë ndodhi? Kush e shpjegon? I pari nga ju këtë që e di më mirë. Po, kam përshtypjen që ky është në këndvështrimin tim Zoti Rakipi mund të jetë dështimi i parë i prokurorisë së posaçme në raport me, po them, me një çështje hetimore që e kanë Ndaj dhe kam marrë këtë si për... Kanë ndjekur këto 6. Ju thoni mund të jetë dështimi i parë. Po, kam përshtypjen që po, sepse kemi një person i cili është dënuar vetëm për nxjerrjen Fushën e krimit organizuar. Hetimore. Jo, pavarësisht politik. Jo, tjetër më, ai mund të jetë gjithçka ore. Ta zëm kriminal, po ata e kanë dënuar për këtë dhe ai ka bërë një pjesë, ne këtë pjesë do shohim.
pavarësisht se akuzat për cilën Përderisa s'dim gjë. ishin të rënda korrupsion. Kështu që dhe këtu ne duhet ndoshta më drejt duhet kërkojmë më shumë nga prokuroria për të parë edhe cilësinë e provave në rastin konkret, po them, ndaj Oltjon Bistrit. Megjithatë, Spaku ka vendosur që ta ankimojë këtë çështje. Duhet parë sepse kemi pasur dhe rastet, po kujtoj rastin Po do të ankimojmë të në da. Ish deputeti Spaku ka thënë Partisë që Socialiste, ish sekretari të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit për çështjen e inceneratorëve, Alçi Bllaku, i cili u lirua vetëm për 2 javë dhe pastaj u detyrua të rikthehej prap në qelik, kështu që mund të jemi edhe përpara një rasti të tillë dhe bie ajo teza që ne kemi dëgjuar deri tani zoti Rakipi që gjykata e posaçme është notere e prokurorisë së posaçme. Kështu që kur s'ka prova, gjykata edhe të shpallë të pafajshëm. Ka një problem në këtë. Kështu që na bie edhe teza që prokuroria e posaçme është ajo që detyron edhe gjykatën që të jap vendime. Shko, përballë këtij rasti që ne ndodhi atëherë që u arrestua filani. Kishte vënë njerëz të tij, shoqëronin Vis Martinajn, lidhje me krimin, përgjime telefonatash pa fund, spyesun për SHKB-n, çka ishte atëherë ajo AMP-ja, kontrolli policisë, e tjera, dhe në fund fare vjen dhe një lajm sekuestrohen 3.1 milion euro pasuri. Dhe ngrihet gjithë hipoteza, ore ky njeriu, ky po është polic, nuk është biznesmen. Si i bëri ky këto lek? Pra këto lek i bërin bashkëpunim me krimin. Këtë të thoshte lajmi, këtë thoshte gjithçka. Tani ç'a ndodh? Ky bën 2 vjet burg dhe del, pas ka bërë dhe më tepër. Dënohet gjithsej 3 vite, ulet me një të tretën. Ka bërë 14 muaj dashur më shumë. Më shumë. Ulet me një të tretën. Dhe tani është dënuar vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete. Ka gallat kjo Se gjitha këto i thua ti, unë jam okej. Ka gallat. Por kjo, ngjarja që ka ndodhur është kjo. I bie tani që ky njeriu që kishte 3.1 milion euro pasuri dhe të kaq apartamente. Po ndoshta se kanë vërtetuar dot. I bie që ky njeriu shteti t'i japë dhe ca lekti. Përveç t'ja 14 muaj duhet t'ja pagu. Ligji e thotë do t'ja japi. Tani e gjithë kjo histori, mua më thotë, qa leksioni mori trupa e policisë në Shqipëri që ka shumë probleme me korrupsionin, çfarë leksioni mori? Mori leksionin, bjeri me top, bashkëpuno me krimin, bëj miliona euro, se fundja do bësh 1 apo 2 vite burg dhe pasurin do ta mbash. Këtë ka thënë deri tani kjo gjë, kjo histori, kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Kjo është gjë shumë e rëndë. Pra, unë nëse kam parë, me fjalë, Spaku thot 3.1, mbroje vlla në gjykat këtë 3.1 milion të këtij, mbroje në gjykat. Po i ka mbrojt, po se ka vërtetuar dot, më Ferdinand. Po vërtetuar. Ore mbroje, po se ka mos ja bllokoj. Ore nuk është vërtetuar dhe ai është dënuar tani vetëm për zbulim të akteve dhe dhënave sekrete. O Ferdinand, kur arrestimi bëhet mbas të dyshimeve, prandaj ka një masë sigurie. Prandaj bëhet edhe gjykimi. Po mos nxirr pastaj që sekuestrovan 3.1 milion pasuri. Në gjykime sipër nuk ka dalë 1, 2, 3, 4 gjëra. Tani, a t'i kthehet para? Po t'i kthehet, që ç'ke me të? Nëse është bërë një gabim, u mbajt në burg, pse duhet kemi ne paragjykim se kush është jo për këtë, për këdo. Bëre burg më tepër, shteti duhet japi parat. Për një gabim të... Dakor, mos tha njeri këtë gjë. Jo, po në logjik, jo. Po është turp më çdo polic. Po është turp më burg. Duhet t'i dalësh më drejt për drejt. Ti mendon që gjykata ishte e korruptuar në këtë rast? Gjykata dha se Spaku ka bërë ato që kanë bërë hetimin e kanë bërë keq. Në logjik. Po mirë, në logjik një vendim gjykate nuk është thjesht, ne prandaj presim. Standardet duhet të jenë të njësojta. Zakonisht nuk kemi standardet njësojta, edhe në drejtsinë e re, midis Spakut dhe këtyre prokurorive të rretheve tjera, se po të marrim me atë që thuhet ti, kjo e akshit u bë aty do ketë zënë një merimang atje në përpara 6 muajsh, qa nuk tham për atë, u rëmbye, do na e vrasin e ku e di unë e mori filani e mori, edhe prapë nuk këp, tani për standarte thuti, për standarte ne i kemi parë, por ka një gjë, nëse një hetim mund ta paragjykojmë, se një avokat, një prokuror, një gazetar, janë ende në formën e dyshimit dhe të hetimit, një gjykatës, mbaroja jo e dha dënimin gjykatës. E dha edhe mbaroj, nuk ka, i është vendimi, drejti pa drejt, ligji
ligji dhe drejtësia janë dy gjëra krejt kundërta. Ka dhe një Tani fjali. po të fillojmë në këtë lloj logjike, mund të ketë përveç akshit që do vazhdoj aty se vim dhe te këto. Sa akuza ka për drejtuesen e akshit? Se është marrë ndonjëherë në mas ndaluse? Nëse ke një hetim të bazuar kryesisht vetëm në Sky ECC, kam përshtypjen që ky do të jetë dhe rezultati final, pasi akuzat e korrupsionit janë shumë të vështira që të faktohen. Objekte që kishte ky... Dakord, më po i gratë justifikuar. Nuk i gratë justifikuar, si u... Pra po, ajo është sekuestro, nuk është konfiskim, dhe atyre është shequr sekuestro. Nuk i ndalon njeri të jenë në detyrë, askënd nga ata. Vazhdojnë. Atëherë duhet ndajmë dy momente me qënë se unë i kam ndjekur proceset. Dosja Metamorfoza unë da, sepse Metamorfoza është aksioni i parë një spaku që lidhet me komunikimet në Sky ECC. Dhe ishte goditje e parë nga prokuroria e posaçme që u godit investitori strategjik Pullum Gjoka, zyrtar të drejtësisë dhe të policisë, sepse është liruar edhe ish drejtuesi i prokurorisë Kuksi Gjevahir Lita, dhe po ashtu u godit edhe klani kriminal Bajri. Tani gjykata në këndvështrimin tim, dhe kjo duhet parë, ka futur një precedent të rrezikshëm sipas meje. Çfarë ndodhi? Grupi kriminal Bajri përfshir edhe zyrtarët e drejtësisë, policisë dhe investitorin strategjik Pullum Gjoka, u nda në dy procese. Procesi që lidhet me veprat e lehta penale, pra krim të kushteve për të kryer vrasje, armbajtje pa leje, veprime që pengojnë zbardhjen e zvërtetës, zbulim të akteve të tjera me radhë, u pranua gjykimi i shkurtuar dhe në rastin konkret zoti Bistri dhe zoti Lita futeshin në këtë proces që u procedua me gjykim të shkurtuar, ndërkohë sa i përket akuzës së vrasjes së gjindorit në vitin 2020, Pullum Gjoka dhe anëtarë të tjerë të grupit kriminal janë duke u gjykuar nga gjykata e posaçme. Po cili është precedenti rrezikshëm që askush nuk po e thot me zë të lartë dhe për mua kjo do të jetë shkelja më e rëndë procedurale që mund të pasjellë më pas dështimin e gjitha proceseve. Gjykata e posaçme, zoti Rakipi nëse më dëgjon se është shumë e rëndësishme, brenda të njëjtit proces janë gjykuar disa të pandehur, por gjykata nuk e ka dhënë vendimin për të gjithë të pandehurit. Pra i ka gjykuar së bashku dhe Ardit Hasanbegaj, që është një ish zyrtar tjetër policie, dhe për Pullum Gjokën nuk është dhënë vendim. Pra ne të gjithë ky është pra precedenti rrezikshëm. Pra për lutem ato avokata pra dhajnë Po jo pra jo. Për mbrojtjen. Po jo pra jo, atëherë. Mund ta ndash vendimin sepse i ke gjykuar në të njëjtin proces thot Lala dhe ka ndarë vendim. Po pra, finale gjykata thot, dy nga këto të pandehurit të ndahet çështja sepse avokatët po zvarrisin drejtësinë, të ndahet çështja më vete. Dhe ndërkohë, unë po e shpall vendimin në lidhje me këtë. Po kjo, Ferdinand, hap një precedent shumë të rrezikshëm në sistemin e drejtësisë, sepse grupi kriminal do të... Këto që jemi okej, po këtë po e mba në burg, e mbajti 14 Nuk po kupton thelbin çfarë po them, zoti. Jem okej, po është gjithë tjetër. Sepse çfarë ka ndodhur, duke u pranuar gjykimi i shkurtuar, është cënuar vepra e grupit kriminal. Pra të shkojmë përtej, nëse unë jam e qartë, pra ne jemi 5 veta këtu në studio, për 4 shpallur vendimi, ty të kanë ndarë dhe nuk ka vendim. Dhe ky është precedenti rrezikshëm. Dhe precedenti tjetër i rrezikshëm është që njërit nga të pandehurit nuk dua ta përmend, sepse personalisht e konsideroj si një personazh shumë të rrezikshëm botës krimit, i është mohuar e drejta mbrojtjes në këtë proces. Dakord më. Po thua gjëra të tjera. Jo, po themi gjë shumë të rëndësishme. Po atëherë po them dhe unë një gjë të rëndësishme. Sepse dëgjoj. Unë me logjik po them një gjë shumë të tjetër. Po, ç'është? Po them që precedenti më i rrezikshëm që ka krijohet në këtë rast është që krijon Spaku. Në këtë rast është Spaku precedentin, sepse Spaku kërkon gjykatën. Po e ka mbajtur në burg 14 muaj më shumë. Spaku mor zotëri që ndërkohë. Ky ka precedent më të rrezikshëm se ky. Ta mbash kot në burg. Ka mbajtur në burg tjetër kodin. Se t'ja sqarojmë opinionin publik se e kemi kthyer Spakun, domethënë han me 7 porta. Jo. Nuk e mban Spaku në burg. Po kush e mbajti në burg? Gjykata më zotëri. Gjykata ka mbajtur kot në burg. Gjykata e ka mbajtur zotëri. Gjykata ka caktuar, dëgjoj, Spaku. Jam okej më. Spaku mund të çmendet, more, mund të kërkojë masë. Po, sa e prokurori. Edhe gjykata njësoj është. Dhe gjykata, nëse nuk ka prova të bazuara dhe nuk ka një minimum provash për masë sigurie, nuk duhet ta caktoj. Çfarë është kjo Spaku? Spaku është kërkues në rastin konkret, është palë në proces. Unë po shkoj përtej. Gjykata e posaçme dhe mbajeni mend këtë gjë, regjistroje këtë emision, ka hapur precedentin më të rrezikshëm që do të shfrytëzohet nga çdo kriminal në të ardhmen për të përfituar me procedurë. Dhe ky vendim do të prishet shumë shpejt për shkak se ka bërë një gjyq
Për një 2 ka dhënë vendim, për një 3 të tjerë nuk ka dhënë vendim. Po pse precedenti incineratorëve që e ndau në 100 copa? Patjetër. I luajti fen, ka precedent më të rrezikshëm. Por ne jemi marrë gjithkohës me SPAK-un. Ato duheshin bashkuar. Të gjithë ishin një. A janë një incinerator të zotit. Ne këtë gjë kemi përtitur. Është tjetër gjë. Çështja është që ky është rast skandalos. Po shpjegon Po këtë po i them pra, shpjegimi tënd është i drejtë sepse ka kontekst tjetër zonjë. Po, zoti Rakipi. Problemi që po ngreu unë është shumë i thjeshtë. Një njeri, përfituro tani, ai ishte njeri që kishte një farë pushteti sepse ishte një polic shumë i rëndësishëm. Tani përfituro të marrësh njeri të zakonshëm ti, që mund ta shkatrosh, ta mbash në burg sa duhesh. Po nuk e mban SPAK-u. Dhe pyetja ka mund tani. Gjyqësor me dakord. E heqim SPAK-un. Sepse ne folëm dhe për zonjën Balluku. Gjyqësor. Pra, çfarë dua të them? Dua t'i them opinionit publik që në fakt ne merremi vetëm me SPAK-un dhe nuk merremi me gjykatën, që ka futur disa precedent të rrezikshëm dhe në fakt do shfryzohen në gjykatat më të larta. Në gjykatën europiane për drejtat e njeriut. Mundësinë kryesore, dikush e jep këtu. Ligji që kemi ne për paraburgimin. Dhe rasti Bistri demonstron nevojën për të rishikuar ligjin për paraburgimin. Ky është një diskutim tjetër. Se kjo s'ka pikë logjike, pastaj merret tjetrin vrasën burg aty, pastaj del ai bën kompensim. Çfarë do të thonë kompensim? Ku kompensohet njeriu që bën burg? Me jetë merr kalonitë në burg. Tani të jap një rast analog, sepse kam interesuar, po të jap një rast analog, se këta tani fillojnë dhe ngrenë zërin tani që po preken zyrtarët e lartë. Vite përpara, gjykata shqiptare kanë dënuar 2 vëllezër të mora Bistrin zonjë, që nuk e kanë kryer. Nuk është zyrtar niveli shumë disa i kanë dëm shpërblyer 15 milion lekë të vjetra. Pra, po të hyjmë aty diskutim. Nuk të mora metën që nuk prish provat. Dakor, tani ne po flasim për një gjë tjetër, po të them precedenti që ka hapur gjykata e posaçme është një precedent shqetësues që do shfrytëzohet nga njerëz të botës së krimit në gjykatat më të larta për të rrëzuar procese gjyqësore. SPAK-u një moment mund të çmendet një prokuror, prandaj ka kontroll gjyqësor. Prandaj gjykata është aty dhe ka një gjyqtar të hetimeve paraprake. Dhe ne gjithmonë e kemi lënë gjykatën me njanë që në fakt sipas meje atë që kiqin dhe firmën në fund fare e vendos gjykata. Po sepse për shembull një kolegu im, një sekond vetëm, një kolegu im kur ne po bisedonim bashkë këtu, Vendi Vezhiut bëri një pyetje shumë të arsyeshme. SPAK-u është një institucion, një organ i posaçëm. Dakor, krijohet sepse gjendja që ka Shqipëria është normale. Po gjykata e posaçme është domethënë. Gjykata e posaçme do thotë që kontrollon veprimet e SPAK-ut. Po domethënë unë për një tjetër rast tjetër do shkoj në një gjykatë normale, ndërsa gjykata e posaçme do ka drejtësi, po këto çfarë bën? Si rregull do të bëjnë gjitha drejtësi. Po atëherë pse duhet gjykata e posaçme kur të dyja bëjnë drejtësi? Po pse i shqetëson gjykata e posaçme kur ne kemi patur gjykatë për krime të rënda? Oj, është shpallur vetëm shpallet në këtë rast prokuroria speciale për shkak të gjendjes që ka Shqipëria aktualisht. Po, një grup por ti dhe gjykat, pastaj bëj dhe dënim special, bëj një burg që ti mbyllësh ta në çelik, bëj me çelik dhe me ekur, bëj dhe një giotin aty, ndizu dhe zjarin poshtë, po tani çfarë them unë, bëj speciale të gjitha. Po themi një gjë shumë thjesht. Zonjë, jemi dakord që ti ngritë një mekanizëm që është SPAK-u special për shkak të posaçëm. Po, dhe duhet ketë një gjykatë speciale që ti kontrolloj veprimet. Po jo, më fal. Do me thënë gjykata një gjykoka ne, zakonshmja, që nga gjykatë kotë. Po sepse gjykata e jurisdiksionit të zakonshëm nuk mund të gjykojë. Ti bën korrupsion dhe krim të organizuar. Gjykata e posaçme nuk gjykon. Jo, më po them gjykata. Ore zotri, për gjykata e posaçme gjykon një grup veprash penale që kanë të bëjnë me krimin organizuar, zyrtarët e lartë shtetërore tjera me radhë. Pra nëse doni ta konfondoni, ta ngatroni qëllimisht është histori tjetër. Por unë po të them, te dosja metamorfoza ka 2 momente. Precedenti i ndarjes së procesit në fund fare dhe për disa të panderur është dhënë vendim. Për ligjin për paraburgimin po do pyes avokat, nuk kishit. Ligji për paraburgimin mendoj që është një histori që ka të bëjë me politikat penale të një vendi, por ne sa herë fillojnë na djegin gjërat, bëjmë ligje dhe pastaj kujtohemi që i kemi bërë gabim. Siç bëm te hartën gjyqësore. Njeriu që unë e kam hedhur këtë po nuk është vetëm rast konkret. Ma ka dhënë juristi sakt, zonjë. Le ta jap kush të doj. Ai juristi ka të drejtë se ne nuk e dim çfarë do thot apeli, zotri. Ne nuk e dim fare çfarë do thot apeli. Tjetër gjë, le të normalisht këto janë rrugët. Apeli, gjykata e lartë. Ne nuk e dim fare. Unë po them ligji për paraburgimin që ti e merre plas aty dhe varja ato. Jo, nuk e plas. Edhe po. Që merr një vendim. O zonja, e kupton tani ti e liron tjetrin dhe tuon të kompensoj. Çfarë do të thënë kompensimin? Se tani ka lindur problemi i kompensimit. Po të gjithmonë me.
Po është një ligj. Po e vendos gjykata. Po tani që kemi këto moment, Zoti Rakipi e vendos gjykata, nuk është ky rasti që duhet trajtojmë edhe mendoj që është rasti më i gabuar për t'u trajtuar. Po nëse do, ne kemi një saldator aty që është dënuar 12 vjet, se rastësisht i është përmendur emri në një përgjim dhe askush nuk e ka ngritur zërin. Pra nëse do të sjell raste unë. Gabim kemi bërë. Dakor? Po sepse ne jemi fokusuar ndaj po të them. Po shumë gabim kemi. Atëherë zoti Rakipi, unë ta kam ngritur disa herë. Merreshim dhe me rastin me që ishte SPAK, ne mund të merreshim me rastin me Pogradecin. Por kjo nuk do të thotë që Na kishte thënë Klodi më parë. Ma sill dhe ta bëjmë atë. Ço më thënë? Kjo nuk Po do të thotë që ne po anashkalojmë gjykatën që është në fakt thelbi i gjithë historisë. Do ta kemi në bisedat që vijnë. Tani të kalojmë në një pikë të fundit se unë do të jem pjesë politike për ngjarjet e fundit. E kuptoj. Për pezullimin e Ballukut dhe të 21 janarit do të jem edhe me një pjesë që do shikojmë në një këndvështrim edhe politik. Tani të reja kemi nga atentati në Rinas, që ndodhi aty tani banda këta që bën gjitha të spektakle aty e gjithë, vrasit e gjitha kloda, to gjithi. U kënë në njëri nga ta, jo. Tani ka patur vetëm kontrole zoti Rakipi të disa personave që besoj janë kontrole rutin, kryesisht kontrolet e prokurorisë janë dalur në zonën e Niklës, janë ushtruar kontrole, unë më të citoj edhe disa nga emrat në banesat e vëllezërve Durim dhe Valter Bami, të cilët janë të konsideruar si të fortë. Sa e ndodhin gjë aty dalin këta bamët, ë? Sigurisht, ata i kanë, tani më vjen keq se ndoshta duket si e qëllim, po janë dokumenta zyrtare. Atëherë, po, mund t'ju çoj dokumentin që edhe ta publikoni, mund edhe ta shihni vetë me firmat e zyrtarëve. Bëhet fjalë për dy vëllezër që janë Gjulian dhe Lefter Kullaj, është kontrolluar dhe është ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Ervin Kodra, Valter Bami, Gentian Koçi, Edison Bami, Hasan Bami dhe Zyber Fadil Bami. Gjatë kontrollit Valter Bami që është vëllai i Durim Bamit, Koçi dhe njëri nga dyshuarit e tjerë nuk është gjetur në banesë, për personat e tjerë që citova më lart, janë bërë edhe janë marrë faktor plotësues të qitjes, por gjithashtu janë kryer edhe disa veprime të tjera. Ka patur edhe zbulim të një arsenali armësh gjatë kontrolleve të kryera në kuadër të kësaj ngjarje dhe shpallur në kërkim Ylli Zalla, është duke u hetuar nëse ai ka lidhje ose jo me këtë ngjarje, por ajo që është konfirmuar deri më tani është që makina ka dalë nga fshati Halil, pra nga fshati Zall në fshatin Halil dhe në rreth rrotullimin e Rinasit dhe është larguar në të njëjtën mënyrë. Momenti 2 që po hetohen janë pyetur dëshmitarët okular në ngjarje, të cilët kanë treguar momentet e tmerrit që kanë përjetuar dhe janë dëshmitarë, njëri prej cilëve ka shpëtuar nga atentati dhe plumbi ka ngelur tek tavolina e zyrës së punës, ndërkohë një person i cili po priste nënën e tij që vinte nga një udhtim jashtë shtetit, po ashtu i është prekur makina dhe ka patur rrezik për jetën, ndërkohë që dy janë momentet e tjera, një hetimi OSHE-s, sepse në dy ngjarje të rënda kriminale, pra në rastin e atentatit Rinasit ku vrak Gilman Dodani, krahu i djathtë Emiliano Shullazit dhe Muçi Shaljani Sheqeri që është ishte agenti i agjencisë së mbikëqyrjes policore dhe në rastin e Gentian Betjas, ka patur fike të dritave në harkun kohor të 13 apo 14 orëve. Dhe momenti tjetër është duke u hetuar dhe një agjenci turistike e cila ka prerë biletat të dy viktimave për të shkuar nga Tirana në Barcelonë dhe në kthim dhe ata janë pyetur dhe momenti tret ka të bëjë me dyshime të forta të implikimit të zyrtarëve të policisë apo personave të tjerë të cilët mund të kenë luajtur rolin e informatorit në këtë ngjarje. Pra në këtë pikë ka mbetur e gjithë historia. Ka edhe një dyshim tjetër që Gilman Dodani, përpos atyre përplasjeve që ne i kemi bërë të ditura si krahu djathtë i Emiliano Shullazit e tjera me radhë, pas daljes nga burgu, ka dyshime që mund të ishte i përfshirë në gjobvënje, por kjo mbetet për të përcaktuar nga hetimi. Kemi në një... Asgjë, këtë që thamë randë e parë, që Universiteti i vrasve me pagesë në Nikël dhe në Fushkruj vazhdon të prodhoj student të Ka disa universitete në student të zotë. Vazhdon. Pra, sa ndodhin ngjarja, sa pam skemën, e thamë që në fillim... Diku lexova që ata që rinin prisnin aty kishin edhe maska me silikon. Me gjitha problemi është që për një dekadë, mos më shumë është kthyer në model historia e vrasjes në Shqipëri. Pra është një traqme. Këtu mund të ndërhynte shteti. Këtu ishte në dorën e shtetit të ndërhynte. Nuk mundet që për 12 vjet rresht, ti vret, del nga Tirana dhe fshihesh në Nikël. Vjen nga Nikla, vret në Tiranë, shkon... Po mund të vjen nga vend tjetër. Po në shtëpi. Pra, Nikla është... Po makinën e djeg po aty. Pra po përreth. Pra kjo është
kjo është ajo që vërtet vrasësi mund t'jetë një njeri i cili është ekspert. Nuk lë gjurmë, ka merë masat e tjerë. Por modelin në cilin ndjek, po s'ka më vetëm i dronë ose i kamera në atje të vendosësh, ata çdo makinë djegin aty, nuk ka mundësi, ti ke 12 vjetë rresht, që ke me qindra dhe me mira krime të pasbardhura, vetëm për një arsye. Se nuk kontrollon do të një hapësirë kaq vogël, e heqim i den se kush do t'jetë vrasës, do të ngeli vrasës. Atë, po se kape, a i vrasës do të ngeli. Dhe ti një vrasje nuk e parandalon do të. Një njeri niset për të vrarë, e ka kryer atë, nuk ka parandalim në vrasje. Parandalimi është gjetja e autorëve. Ky është parandalimi kudo në botë. Dhe nxjerrja përpara drejtësisë, por këta e kanë kthyer në një model. Dhe tani dihet, pa e mbaruar vrasjen, ai ne e dim, do shkojmë në vetëm dim cili nga fshatrat. Edhe ka pafund atje se patoj një zonë është, po çdo 4 shtëpia quhet një fshat në vete. Dhe është e njëjta. Dhe këtu te modeli vërtet krimi organizuar mund ngrihet në qell të ngrihet, edhe mund vrasi dhe këtë doj. Por për t'i kapur dhe ndjek të njëjtin model dhe për 12 vjet ti nuk arrin dot që brenda një segmenti duke e ditur që ku do e djegi. Ti e di gjithmonë ku do e djegi. Ti e di nga del dhe nga hyn. Tani këtë nuk e kontrollon kurrë. Ajo ngjarje nuk bëhej pa dakursinë e grupeve të Niklës. Tani kjo është bërë një vend i unë në Europë paktën, i cili është i tillë. Janë e 2 lagje në Marseille, ku nuk hyn policia. Qartë. Po jo, po ka lagje. Ka dhe një detaj. Në Danimark, për shembull, në Kopenhagen, ka lagje që nuk hyn policia. Jo, po nuk e ka kthyer modela ime. I ka model lëkurije kështu. Jo. Po atë lagjen, vetëm në Marseille janë 2 lagje të cilat kryejnë vrasje dhe nuk hyn policia, do një ja hyn 1-2 herë që nuk mundodhi. Tani kjo nuk zbulohet, ka ndonjë pistë për këtë që ta mbyllim tani përfundimisht, ka ndonjë pistë apo nuk zbulohet gjë këtu? Si për 60 vrasjet e kaluara të krimit organizuar dhe për këtë qa gjetën... Do ndodhë një loj thua ti si për 60 vrasjet... O shqyqyr që gjetën në gjonë Skaj dhe Kroçata dhe ngritën Shqipërinë, se për këshu për etime proaktive, ja ku e kanë atë Dobracin aty, ka i... Sotën nesër, kaloj dhe viti, kaloj dhe muaj 13, do kaloj dhe i vit tjetër, do kaloj në 5 vitet tjera. Shumë me këtë ngjarje është dhe fakti që makina bëri vrasjen, shumë dëshmitar kishte aty, policisë kishte çuditërisht, po shkoj deri në Fushkruj dhe kaloj dhe Fushkruj në afrua krujës dhe nuk u ndoq dhe nuk u kap dhe nuk kjo është shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Nga kush do ishte është pyetja. Po kush do mërë vla se bëhet telefon që ngri post blokun, ose nëzirë makinat, po vjen një makinë me këtë ngjyrë. Ferdinand, bëhet fjalë për një vrasje që ka ndodhur brenda 1 minuti. Po mirë më dakord, po që shkosh deri atje do të takon 10 minuta. Policisë në lëvizje. 10 minuta nuk Ajo që bën përshtypje është që si ka mundësi që atë ditë nuk kishte të paktën një oficer policie rrugore. Flurudh, se gjithmonë do 10. Për mua ka vajt për 20. Gjithmonë atë rreth ka gjithmonë një efektiv policia, atë ditë nuk asnjë. Çdo gjë është bërë me thonë ose i kemi bërë gjitha kronikat e emisionit i soj. Është bërë me thonë vllai. Çuhen kur bin paktën jo në Fushkruj. Nuk janë kreativ fare. Se na është bërë një soj. Nuk ndryshojnë, s'ka variacion fare. S'ka nga ngeli, në çdo emision e kemi Fushkruj. Nderuar teleshikues se shoh në sfond që erdhën në pjesa tjetër dhe janë bërë fare të paduruar. Rini sa doni, sot Bushati është aty, po ti po lexon aty, a çfarë bën se në errësirë po lexon. Atëherë nderuar teleshikues, pjesa e parë kjo ishte, u përpoqëm të thoshim disa gjëra, ju e dini tani, nëse tham ose jo, nëse s'tham, na falni, përsëri. Do të futim fare, faleminderit shumë, falenderoj të 4 kolegët, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi.